shenjën e fortë dhe vazhdojnë patjetër. Do të fjalë për, si që shihni dhe vetë këtu, agendet të tilla mendoj unë bëjnë pjesë ke gjërat e ligjit që ka shumë nevojë një qytet. Të gjithë jemi të rrethuar me kultura. Normal sigur thjesht vetëm këto të vazhdojmë dhe e ka arrit qëllimin gjëja që ka bërë Gjoga. Nga ana tjetër, do të qenë gjë që Gjoga ka sjellë të veçantë është një doracak 65 në një, ku janë 32 shkrimë të Gjogës, domethënë poezi edhe të përzgjedhur disa pintura, kështu që është simbolika në këtë rast edhe Gjogës është e çuditur. Kështu që keni mundësi të ngrani libra dhe për të qenë edhe të lirshëm, keni mundësi që gjatë gjithë kohës që bisedojmë me njëri tjetrin, të shijoni diçka nga ky koktejl, duke qenë përballë dhe një prej simbolikave të forta që Gjoga pa vite që ka bërë ti këtu në Shqipëri. Sjell mirëditën në një kanë shumë plansh artistik se radha dhe urojmë që kjo vepër dikur të bëhet në një vend të dukshëm të mirëditës. Dhe ky është kontributi i Gjogës prej vitesh që i ka pasur një stand në gjithë historinë skulpturale të mirëditës. Tani ndryshe nga herë tjera do ta nisim me një rrëfim në rrëfimet e Gjogës dhe pastaj do dhe libri këtu me poezi, Gjoga ka një poezi të tillë jeta. Jeta asnjëherë për dorës të mori, në mundën e saj që të një tim, as tema asfalt, atë nuk mashtroj, ta shijoja si gjiro nga lindja në perëndim. Ka drëmit kam ecur, e kështu vazhdojnë ndoshta e në mshim, patjetër, edhe jam rëzuar. Mora bot plak, njova dhe dështim, por për mbi të gjitha nxora të mamin mësim. Ajo nuk është lojë që nuk durohet për të frikë. Është mund e djegës, lodhje edhe vindje. E mbi të gjitha për kushtim. Vetëm kështu udhëtimi në të dhe patjetër nga kuptimi. Kjo është poezia e Gjogës, edhe tani Gjogë t'japim fjalën që ti ta rrëfesh jetën tënde për ta sjellë para gjithë dhe për të dhënë ato mesazhe që besoj për të që na kemi edhe sot, kur mbush plot 65 vite. Edhe vazhdon të jesh vital. Mas pari, njëherë shpirtnisht duhet u falendëru të gjithë dhe sa sot ndodhin sot në këtë ambiente. Pasi mendoj se gjithë secili ka sakrifikuar sa do pak në agjenda e ditës për të qenë prezent këtu, si shenjë respekti kundrejt meje, jetës, punës e veprimtarisë time. Nuk jem shue kur si rezultat, por disi në analogji me një shprehje sa fine aqe të sinqertë të fishtës, se trim s'po jam, po që flishtërim është bëllë, dhe unë jam bëllë që flitër ditës. Eksistoje si i njëjë familje të kështenë, e prej plot 20 vjetësh në të vetmin oazë të kështenë në shqiptar, po më duhet sot me falendëru Zotin për gjithë kam ka të mbetur. Ndoshta të nis duke me parësishme, bitë në sot, por gjithë një energjeshëm se këtë sot vite nuk ja ka mundësue dot shumë prej bashkëpunëtarëve të mi për 1001 arsye të kohës. Do kisha mund me vazhdu e gjatë se bëllu dhorata në kare. E në thonë drejtën dhe kam shpërduar në do herë prej moshës e prej në gradave të kohës. Por besoj se të përmon atë më të veçantën e më të bukur që një ka faj. Them se kam në jezëru gjitha. Qysh në barkën e nënës, aje më dhe mundësi e dhëratën më të marë, me në pulsu e zemra një gjatë mirëditës. Dhe, si që shimë vjetorë,
ma mësoj me e transmetuar këtë qartë përmes 2 fëmijëve të cilët po janë sot kemi. Si ka shkue kjo e bekume për e Zotë. Unë që kam përjetuar në gjanë në një salë në verë, por duke qenë se jetojmë mes njerëzit ka opinione, për atyne që dinë bolë për jetës tane, për atyne që dinë pak, e për atyne që nërsa s'dina s'pak, por ta bëjmë ma shumë me këtë kategori, të do më marë. Ma shumë në ju, a jeta ime, ka mësue të ushaj malë. Sepse, duke pas shumë djetër dhe në mëjtë ma hapën në ta. Këtë nërëshëm, ka ndodhë me i shoshëm, e nekëm të ka hershëm, shkrimtarë, poetin e publicistin, mua të e të shmatë një. Kur ndodhë që nga të feva rrëtjetës ime, nesha në një ditë që për kopizime për kryusit dhe të rasë. Prozatorët, thot ai, janë 90 të filta në shpirtat të trazuar. Nërsa poetët, 90 të razuar në shpirtat të filta. Pra, plot 20 vjetë punoj skulpture në këtë qytet. Kam pasë që ka thane i po e po vlerësuar, po në në marrë. Me thënë drejtën shto 2 vite, si kam përmejtë për përmëqani sinqere. Por, a kam vije kohë që jam gjësue. S'munën me harrue qëndrimin e asaj zojës atje, i shkëtarët bashkisë, që një hoqë rëmajën për i dore e një drejtore, që të sulë me të ndërës. Për s'dyti, s'kam se ma harrue një zotëni që sa herë punëtorët e bashkisë kishin me vendos një banderol, një diçka me publikue shpallje, ka shumë, i thote, univora e pyet një gjokën se ku duhet bunë sa e ko di ma mirë se na. Por, ma pikant e anë, këmullin e ti rreth një vjetë për me bëmë këtë diskusion. Së më s'panojshë që më duke që kur jam njërshë, lojë. Ishte edhe së mund të rritë pa falendruar sot, profesor Nugi. Gjënë Veda, ishte një marrëdhënie në veçantë me ta, edhe sa herë i krijote mundësi në njëjë me 4 muaj mirë muaj, i shote tjetër mund tjetër me muaj. Sepse nuk e ki harrue se si ishin miqdorë për në kishin kohë të gjithë. Falenderoj, Gjënë Veda. Mos të ndi i vlerësue, kur sot kam prezent kërkarët e bashkisë në këtë ditë veçantë për muaj. Kam me thënë me ma tepër për të se ma ka dhënë një përkrahje morale që unë mos me dalë për i sasaj lere me përfëndu direkt në nërishtë të dominasë. Edhe për e ta përndori për zume e për me ma gjatë të kam prej se po me e përdori me të ditë në në. Shuhë që u falenderoj të tanëve për dorimin që tërguhet për me më gjuhet e për këtë ditë që fort ma keni zburuhe. Shëndet e marësi të gjithë ruhe të një të kërë. Zuar me gjithë. Zuar dhe shumit të tjera. Besoj që ka qenë një gjë ndryshe kjo hapje, dhe shëndoj unë të gjithë
eksperiencën time gjatë në moderim. Okej. Do duhet të flisim dhe në këtë rast mikun tim të hershëm dhe që disa herë sa bashkëpunimi pasuar me Gjokën, profesor Nukesh. Shumë ka kriju perikullarin e distinjeve të vetat, janë të vjetë, janë dhe mund të se është në gjëra më interesante, që njeriu njëherë kujton, por ne kam gjetur në një përvjetor të vetin, duke i bën një veshje artistike shumë interesante, si që është kjo e gjithë dhe pikturë, dhe si që është libër dhe poezi, që është dhe një moment simbolik. Atë që shpresojmë një ditë ta shohim diku në rrugët apo në sheshet tona të Mirdicës. Gjithë Gjokën e kemi njohur si një profil artistik, në fakt. Kjo e, përveç se si mike, si shokë, të gjitha bisedet, kontakte që kemi Gjokën edhe në rrugë, dhe shoqërie, dhe lecje në ati dhe ndeshje, dëshmojnë një profil artistik. E dëshmojnë këto piktura, që unë nuk them vetëm se pëlqej, janë specialistët që e dinë një për çfarë është magjia e artit të pikturimit. Por do thosha pa teprim, nuk është quha e teprimit të fjalëve mes nesh dhe me Gjokën. Diku në një vend ku ka turist, besoj se gjysma e kësaj apo më shumë e kësaj ekspozite do të boshatisej shpejt. E kujtoj Gjokën si stafsh, si profil artistike dhe në bisedat e këndshme me të madhin Gjok Beci, që ishte aty në shpirtëror në fushën e muzikës dhe mbetet e tillë për gjithmonë. E gjallë dhe bukuria e bisedave të Gjokës dhe Gjokën ishin improvizimet dhe recitimet reciproke të poezive. Dhe kështu që unë nuk e kam këtë bojë vëllëtirë, që unë të një gjojë, sigurisht ku bisedonin të tre dhe të tjerë që kishë nështë. Gjoka po e mbyll karrierën e vet në punën e shtetit me një shpërfaqje artistike. Nuk mund të ketë një mbyllim më të bukur. Dhe uroj shumë përzemërsisht. Realisht kur Gjoka po punonte me kurimin e kësaj këtu mu përmësitë pak në mend faktin që pas ka qenë ndërhyrë me mend ajo ndërhyrë që bëm atëherë me shumë insistim bashkë me Gjokën, kur ishte një projekt i gjymë. Domthonë thjesht ka qenë pjesa që ju e mbani mend se ata që kanë qenë këtu, ka qenë me barë, me kështu, ka qenë lujra, kështu, dhe ka qenë thjesht më bosë një kasollë, janë kanë te pra me tjekulla, edhe u bën kjo ngjitje që për sipër dhe bën disa sallë eksponatash sipër në magazinat të shkëlqyera fare. Ky model është marrë, e kishim pa me Gjokën tek shtëpia dy kashe e Sarishiaku Gjokën, Sarishiaku në Tiranë. Dhe u menduam që kjo këtu që është, kjo do të jetë një sallë, pra përftohet një sallë, përftohet ndërsa Gjoka i ka dhënë tani kuptimin e një institucioni. Pse them një institucion? Juli është duke punuar për artefakte për cilë për të bërë shumë bukur muzeun, dhe besoj do të jetë një muze shumë pëlqyer në Shqipëri dhe në përmbajtje dhe në gjithçka tjetër, por edhe në kurimin dhe në ndukjen e vet. Shumë rëndësishme, por nga ana tjetër këtu po ta shohim pra përftojmë një sallë multifunksionshme. Vetë ekspozita e Gjokës na akton që këto ekspozita mund të jenë vazhdueshme, siç mund të jenë ekspozita fotografike, por edhe ekspozita të tjera. E kompletuar edhe me teknikën fonike, me leduallë të tjerë, për bën një sallë model, ku dhe bashkia mund sjell aktivitetet e veta këtu, shpesh gjërat sidomos me trujt, sepse është shumë e pëlqyeshme duke qenë edhe në ndikimin e informacionit, po edhe në ndikimin infomuzeal, si mund t'i themi kësaj. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme.
Unë ja shruja pak gjydarit deri, ja thash pak edhe besoj si pos përshëndetjes edhe kjo që do të vijet në fokus për tash. Atëre përshëndetjen ka nga kryetari i Bashkisë Zoti Perëndymysh. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt jam shumë i lumtur që jam sot në këtë ditë veçantë për ty. Është një ditë e veçantë se është edhe dita e lindjes, do ta urojmë gjithë shëndet dhe jetë gjatë. Dhe unë mendoj se është një shkëlqye, përkundrazi, mendoj që gjoka sot do të ketë shumë ma shumë kohë fizike, do të dhënë shumë ma shumë qytetit, do të dhënë shumë ma shumë miqve, njerëzve dhe na lë një simbolik të veçantë dhe jam absolutisht ma mori nga mendja përsërinoj që ku ka një mbyllje më të bukur se sa me një ekspozit, me punime artistike të jashtëzakonshme, shumë bukura, por që na lë edhe një dorëshkrim me disa poezi që në fakt ndoshta disa nuk e kanë ditë që do mund t'i ketë gjoka, po disa tjera kanë lexuar nëpërmjet rrjeteve sociale që shpesh i publikonte edhe ato. Gjoka ka një kontribut gjatë në qoftë, po themi në pjesën e pushtetit lokal, apo të kulturës, apo të pjesës ideale të kulturës, dhe që dukshëm gjurmë që ka lanë në kontributin e vetë, dhe për këta jemi shumë i njohur si bindur që të gjithë kryetarët e bashkive dhe pse i përmendim me detaje gjoka vetë, por që jemi gjithë mirënjohës dhe falendërues për kontributin që ke dhënë për qytetin dhe për gjithë ne. Durojmë jetë gjatë qoftë, durojmë krijimtari, të vazhdojsh ta japësh krijimtari për të na dhënë atë shijen e bukur të pikturës që ke lënë edhe sot në këtë ditë veçantë tonë. Dhe absolutisht ai ambienti, ai diskutimi jonë, vetëm jemi joti, nuk ka si problem tjetër në publik, as nuk e kanë frikë fare pjesën se mund ta përdorë dikush. Kur një artist e kur njëri jep kaq gjëra të bukura për qytetin, për njerëzit, le të përdori ambientet dhe institucionet publike se publiku janë. Që gjohë edhe patjetër edhe për krajën time për çfarë të kem mundësinë të asistuar. Durje gjatë, shëndet, mbarësi, shkputësh ndoshta me institucionin sa është mosha, është ligji, është vjeta, tillë, por nuk shkputësh kur me njerëzit, me miqtu, me ambientet që ti ke pas për 40 vjet, do të vazhdosh të jesh asë siç ke qenë vazhdimisht për komunitetin. Tani, me të drejtë, pa desh me mu rend se kur do flas, por të doja që në qenë se jemi në efektin e pikturës, edhe pse gjoka s'ma ka dhënë një leje të tillë, gjokë po kemi se të banë një piktor që na flasë pikturën gjokë, di potencialin tonë, po na flasë pa. Nuk beva, nuk pas ka ardhur nga piktor, që kemi piktor këtu, unë mos ishte, do doja vërtet na japë nga impresionet që merr nga kjo ekspozit dhe një ditë tillë të shënuar, që është shumë rëndësishme. Ke 65 për pikturën e 65. Inxhinierëve gjokës, i uroj shëndet. Artistët nuk dalin në pension. Që është e punë e ligjit po. Me gjokën kemi marrë pjesë në një ekspozit në Vatikan dhe u cilësu nga një kritike më duket, braziliane, të qenë, mjeshtër i Penetit Hall. Së cili për i nesh kishte një kritik veçantë, po gjoka kishte këtë. Turat e gjokës janë të gjitha jetë. Do me thënë, gjoka nuk harxhon bojna, i nxjerr nga shpirti vetë. Janë piktura vërtet të realizuar pasqyrë jetësore e një shpirti të mirë.
Edhe në këtë rast, Zgjokës i uroj jetë të gjatë edhe artistike, edhe kontributi i Zgjokës dhe të gjithë atyre që janë mandat këtu në mjedi, që gëzojnë respekt të veçantë për mua, të vazhdojnë sa tjetër mundur me brezin e ri. Një shans në sa mora vesh i mirë për artistat, u tha këtu që lejojnë një mundësi, po dhe të tjerëve, qoftë të poezisë, të pikturës, të muzikës. Unë kam pa aty edhe këto të koreografisë, morin pjesë në aktivitete ndryshme këto të muzikës. Gjanë shumë e bukur. Pastaj, në mirëtëtor kemi edhe një veshje të veçantë, e cila ekspozohet nëpërmjet këtyre veprimtarive artistike. Zgjoka ka pas bërë disa nga këto, por nuk i kam pa gjitha. Zhupin dhe këto, gjanë shumë e bukur. Pra, sa tjetër mundëm, në këtë qytet, që është mjaft i bukur, edhe në gjithë mirë ditën, të gjithë ta që merren me art, sa tjetër mund të mbështeten, të stimulohen, të ketë një farë zhallërie, që fëmijët në të ardhmen, edhe ta trashëgojnë, edhe ndjenë mirë këtu. Kështu që edhe i herë respekt për Zgjokën, jetë gjatë e të këmbë. Ta shtisha këtërës nuk kam si nga biografin e njët një gjithë. I uroj jetë gjatë, lëqëri të mbarë, edhe lumëtëri e harmoni në familje. Gjok Pepa, gjanë ma me vlerë që ka, janë familja ati shëmbullore, bashkëshortja dhe 2 fëmijët e tij, Bora dhe Ervoj. Që asë nuk kanë vendimi poetik, se nuk kam hipokrit, as diktura. Gjanë ma me vlerë që ka në Zgjoka, që ka Zgjoka, janë familja ati. Me jetë, more. Zgjokës janë për të inspiru, të këtë trupulta, Zgjoka ka fëmijë që tjenë model për gjeneratën të zërë. Jetë gjatë, lumëtëri, harmoni, familje, gjithave, sukses. Përshëndetje gjithëve, moment të bukur të Zgjokës. Në 65 vjetore e lindjes. Me këtë rast, unë duhet të uroj shumë vite të tjera, ka një kështë 100 vite, unë po them shumë vite të tjera, plot shnet, lijet, lumturi në familje, ashtu siç ka ditur ta ndërtoj atë. Jo ditëdinje bëhet në një gjë shumë e bukur për Zgjokën, për shkak se sot gjendemi në një ekspozitë fotografike. Unë do në lëhem pak tek kompozim i Zgjokës. Ka nisur shumë herë, madje në hapet e para ne kemi diskutuar për këtë monument, që unë nëse nesër, apo pas nesër, apo dikush do të gjendet për ta kthyer këtë në një muze shumë të madh, këtu rrihet gjithë mirëdita. Madje unë kam parë dhe kullën e Eiffel dhe nga afër. Ma shumë më kanë ngjarë, edhe pse ajo hyn në mrekullitë e botës, më kanë ngjarë me një shtyllë tensioni të lartë, 120 kV, se sa një kryevepër siç konsiderohet sot. Këtu në këtë monument maket të tanishëm, rrim mirëdita me të gjithë vlerat e saj historike, që nga lagësia edhe të gjitha periudha të tjera ashtu si janë klasifikuara me historianë që janë specialistë në kësaj fushë. Këtu rrim kuvendet e mjekës, mënyra organizimit, vetë qeverisja, që për nga vlera, për nga aftësia si e kanë trajtuar kuvendin burrat mirëditë, ata që e kanë drejtuar, kalon çdo demokraci të sot. Çdo kush kishte drejtën e fjalës, çdo kush kishte drejtën e vendimit, dhe të gjithë ishin barabartë në kuvend. Këtu rrim madhërishëm figurat më të lashta, mos i përmendin ato të periudhës Skënderbeut apo dhe Ilire, por unë do të ndalohem te disa figura shumë të shquara, ata si kanë thënë historisë shqiptare. Le ta fillojmë me Prandoshin. Njëri prej njerëzve që ka
gurin themelor të shpalljes së pavarësisë. Dhe kjo lidhet me Kongresin e Manastirit, alfabetin. Pasi kancelaritë europiane nuk të pranonin si shtet kom, nëse ti nuk kishe alfabetin me kerma të shkruar. Dhe Doshi ka një merit të jashtëzakonshme, ende të pavlerësuar si duhet. Këtu rri Frishta, një miritor tjetër, që me lahut në mërësisë konsolidoi identitetin shqiptar. I buri hud, madje njerëzit atë kryevepër kanë tentuar, si shton të vjetrit, jap një penë shje vetëm ta ketë. Ajo jetër e sot. Këtu rrinë figura plot të tjera, madje dhe nga Rilindja, që të Zhon Gazur, njëri për i kontributorëve të mëdhenj të Rilinjës Europiane, dhe ai nga troja tona. Këtu rrinë dhe njerëzit e thjeshtë, rri dasma militore, rri, po themi, edhe organizimi, protokolli, shkëlqyri, një rriti morti. Këtu rrinë rajet, këtu rrinë kangët, këtu rrinë ansambli Mirdita, pse jo, këtu rrinë plot intelektual, shumë të mirë që kanë thënë me breza kontribute për që në kjo Mirdit, e vlerësuar gjithanej, po këtu rrinë besa, burnia, rrinë aktiviteti patriotik, e këtu tani, edhe pse jam në konflikt interesi, rri dhe kulla e mujimit. Pra, një gjë shumë e thamë e bukur, e shkruar shumë bukur. Dhe të gjitha këto rrinë për shkak të asaj kambanarja të besimit në fenë e Jezu Krishtit. Dhe pranej ne jemi Mirdit, dhe pranej jemi të përmendur në të gjitha kancelaritë europiane. Madje me ne shishtohet edhe një individ që se kam shumë për zemër, pavarësia është kontribut i austriakëve dhe Mirditës. Gjokë, të falenderoj shumë që naftove, dhe në këtë rast, miq që janë këtu, edhe pse Gjoka është shquar për ftohtësi në komunikim, po me ftohtësi ka krijuar miqësi. Dhe kjo është e veçantë. Falenderoj. Gjok Pepa, përveç poet edhe kështu piktor, edhe skulptor, është edhe historian. Edhe unë kisha një këshill që gjithë këto që merren me historinë e Mirditës, t'ja kërkojnë menimin edhe të bashkëpunojnë dhe me Gjok Pepën, sepse aq sa mundësi kam unë, e kam pa Gjokën që është një njeri që e njeh historinë që në Iliri e në vazhdim me themel pothuajse nërma kryesor që ka Mirdita. Kështu që do vlerësu ata që vinë për shumë marrin mema këto për të marrë historinë e Mirditës, është e nevojshme që të konsultohen dhe me Gjok Pepën për këto probleme. Dhe një merit tjetër e Gjokës është që ka mbështet Princ Cublleshi dhe vazhdon ta mbështesi kauzën e vend origjinës së Skënderbeut Mirdit dhe e vazhdon punën Gjoka që meriton respekt. Edhe pra në lidhje me historinë, asgjysma e historisë Mirditës nuk është e eksploruar dhe e ekspozuar në rang mbarkombëtar. Prandaj si për fajt mirditorëve që jemi treguar pa aftë, si për fajt atyne rrethave të tjera që na kanë marrë historinë. Pra do t'jemi këndar për historinë vetëm ata që e kanë studiuar dhe i dinë ato intelektuale që ka prodhuar Mirdita, vetëm ata e dinë se sa krenar drutimin e për Mirditën. Se valor kemi pak, por të mbështesim këto persona se kemi një ekspozitë sot piktuar, është edhe meriti i tij, se është një kontributor që ka kontribut të gjithë. Falenderoj që këtë sot. Edhe është shkruar me vërtet shpirtullar për të Mirdita të gjithëve, me profesorin Neli njoft në rrymat ndryshme, se politika nga ka pa mu njoft me shumë mirditorë këtu, po profesori është një piktor që unë e kam njoft që fëmijë pak, pavarësisht se
njohja fizike ka qenë politike, jo pjesa jonë e artit, sepse unë jam amator artist, në fakt, profesorin e kemi artist në të vërtet i qyteti. Po, diçka që profesori para një viti pa thënë fjalë se të bëjë 65 pikturë, ti pas bëjë 64. E kanë vjetë pikturë sot. Komplimenti e për artin, profesor, me të vërtet përshëndes sekretarinë, zotin Dyshi, Jul Blashin, që është drejtori i kulturës për mjeditin, e përshëndes dhe të gjithë ju. Por, me të vërtet, komplimenti për profesor. Me të vërtet, një diçka e mrekullueshme, sepse kjo është pjesa shpirtërore një njeriu, dhe këtu shifet njeriu që është për ne. Por, mora vesh se këtë dalë dhe në pension, tani me këtë ditë. Dhe urimit gjithë dhe falenderoj për... Gjoka ma besoj mu që unë s'jam as poet, as kritik letrar, as gjë, as nga to, po thjesht e shkryej poezit, edhe më besoj që unë t'i bëj redakim. Pa i kam ndërhyrë disa gjërat vogla, absolutisht, ishte gjithçka gati, edhe e lexova me shumë me shumë kujdes. Ndërkohë që nuk du fare të them se cili ka anjën e vetë për të prodhuar. Domethënë, dhe e re që prodhohet me libër në muaj për poezi, edhe kaq libër se kush lexon gjithë ato poezi nuk e marr vesh. Ato është shumë e vështirë. Kështu që modeli i gjokës sot është modeli edhe ky model, domethënë model për të bërë kaq poezi, që janë ekstrat se poezia këtë gjë ka, e shijon njeriu e lexon. Unë me të drejtën beta i befasur nga disa poezi. Po nga poezia që më pëlqeu gjokë më shumë, të drejtën, ishte kjo poezi që du me lexoj tani. Okej? Emja jetë. Në troje të parëve jam i kthyer, bëhen plot 40 vjetë. Ndoshta qimë, por nuk pa tjetër për vetë. Zorë për krahjen e kam gjetë në të troje prej në huj, e sa është ma e vërtet, duhet tanë se edhe kam huj. Por më raka s'pak se kam, se kërkuj si jam në nështru, për me qanë aje që jam, me mund jetën kam vërtu. E në jerë mali për muë, ka me i marrë të atë fmi, kam me mujtë me u shmaluë nër piturë e në poezi. Shpresoj më gjoni gjithë. Është pak ta them që ju jam shumë falenderuese se cilin që për fjalët që thatë, ne kemi zemrën plot si familje. Dhe të tjerë që ndoshta nuk folën, por na keni nderuar shumë me prezencën tuaj sot. Për ne është një ditë shumë e madhe e rëndësishme. Kështu ju falenderoj nga zemra. Unë nuk arrita dot me përgatit një fjalë, edhe pse më takon. E dini pse ishte më e pamundur, se domethënë sa herë ndalesha me mendu, babi 65 vjeç, del në pension, nuk arri akoma që po e them paragjysh. Më duket jam në gjendje kështu mos pranimi, mohimi, se babin do e shoh gjithmonë vetëm si ajo bora e vogël do jetë i njëjti, dhe jo vetëm se është prindim, por sepse është ka atë lloj stature të një artisti me shpirt të pashtershëm për jetë. Ju folet aq mirë për to dhe ju folet për kontributin në qytet, në mirëditë, për si e një jetën tuaj. Mua më vjen të flas vetëm si e bia, dhe besoj se është risi nga ana ime të them që edhe për mua babi ishte mbetet heroi i borës vogël. Edhe sa herë kam thënë si e vogël, çfarë do bësh kur të rritesh, gjithmonë kam thënë do bëhem si babi piktore. Në fakt piktor u bëroni. Edhe në fakt, edhe nuk e dija që do e lexonte Xheri këtë poezinë, po kam shumë të rëndësishme të them që në këtë poezi të fundit babi shprehet që është krenar për ne si fëmijë, sepse ai na sheh si njerëz që është me rëndësi që jemi me vlerë për shoqërinë. Dhe unë dua t'ja them për herë të parë publikisht që ne si fëmijë jemi fëmijët më krenar në botë që kemi një bab të tillë, sepse na ka ushqyer si radh kush me një pasion për dijen, për drejtësinë
edhe për të bukurën. Dhe edhe pse ndonjëherë në Shqipëri është sfiduese të jetosh vetëm pas këtyre parimeve, unë jam shumë e bindur dhe nuk do ndryshoja asgjë, sepse në fakt jeta e vërtet, lumturia, përkushja e vërtet është tek këto gjëra dhe larg mediokritetit. Kështu që faleminderit Bat, faleminderit gjithë. Të cilët e kemi prit edhe për vete kur kemi qenë në këtë stad që është Gjoka. I dashur dhe shumë respektuar Gjok Pepa, bashkë me familjen e vazhdueshme, unë në emrin tim, por më shumë se në emrin tim, duhet të uroj në emrin e miku të mirëditorëve që vjen nga Konispoli, Shefky Hysa, guvernatori i Akademisë Diplomatike për Paqe e Prosperitet për Ballkanin në Tiranë, dhe shumë kolegët mi ushtarak, ti nuk je ushtarak, dhe profesioni jote është pjesa e artit, e pikturës, e poezisë dhe shkrimtarisë. Kështu që në emër të tyre unë do të uroj nga thellësitë e zemrës, qofsh kështu siç je djalëri i shoqërisë dhe i miqësisë, i familjes dhe paq krijimtari e jetë të suksesshme të mbushur ashtu si shpirti ty dhe familjes dëshiron. Ne në emër të shoqërisë që jemi këtu, gjithë duhet të themi ty e më shumë, por e kemi të vështirë atë pjesën e nisjes dhe të fundit të mbylljes. Normalisht ne si ushtarak që jemi në rezervë në pension tashmë, kemi patur dhe unë kam patur fatin që me Gjokën të ndaj bashkërisht tek baza dikushme e armatës që ka qenë pak më tutje aty ku të gjithë e dinë që Mirdita si qytet ka qenë planifikuar për të rritë, po erdhi më në shesh këtu edhe prap këtu ku është mrekullisht. Por ndoshta do të thoja që Gjoka ka kontribuar në art dhe kulturën për Mirditën dhe jo vetëm, absolutisht. Është një vlerë e shtuar e Mirditës dhe ne ndjehemi jo vetëm familja, po ndjehemi gjithë në shoqëria e miqësia, pa çka se kemi kohë që kemi nga Mirdita, ndjehemi krenar për atë që është, për punët që ka bërë dhe për ato që do të bëj në të ardhmen duke kontribuar se Gjoka pavarësisht se ka punë sa kohë në pjesën e forcave të armatosura që ka ca rregulla, ka ca piramida, hierarki, gradash e funksionës, ka qenë mbetet si gjithë njerëzit e artit dhe artistët i pa komanduar, pa komandant, se ka qenë vetë shpirti i tij krijues dhe e ka ditur të ecë pa bërë asnjë gabim dhe ka shkel në rrugët e duhura të artit dhe të shoqërisë të miqësisë, duke ardhur sot i dashur Gjok në këtë ditën e 65 që unë bashkërisht me të gjithë nëpërmjet një duar trokite do t'i urojmë edhe i 100 të tjera fatmbarësi e qofsh jetë gjatë e kryesisë. Atëherë ju faleminderit gjithëve. Ju përshëndes në emër të Misionit Diplomatik Paqe dhe Zhvillim, mision amerikan, një nga misionet që punojnë për paqe dhe sigurinë në botë, misionet nga më të respektuara. Do të thosha vetëm 2 fjalë në lidhje me marrëdhënien e Gjokës si baba dhe si artist me fëmijët e tij. Dhe do nisem nga fjala e vajzës tij. Për mua, gratë e fuqishme, gratë intelektuale janë perandore. Dhe nga mënyra se si e respektoi babajnë e vet, ajo dhe artin e tij, vajza është vërtet perandore me status perandore. Dhe ajo tha babai është heroin. Pra vajza, një perandore që ka botën e saj perandori, ka hero babajnë e vet. Gjok Pepa është sot 65 vjet, është heroi një perandorie. Nuk është e lehtë të jetë heroi një perandore. Urime edhe një herë për artin dhe për familjen e bukur që ke krijuar dhe për trashëgiminë që ke dhënë për Mirditën. Unë e respektoj jashtëzakonisht Mirditën, mua Mirdita është një nga simbolet shqiptare më të mëdha, dhe me ato mundësi që kemi pasur ne kemi bërë dhuratas buzë me Anton Qetës, Mirditës, dhe plot gjëra tjera të vogla, dhe sot kam ardhur vetëm me dëshirën se kemi një djalë të shkëlqyer, kryetar modelin e politikës shqiptare. Po them modelin i pasit politikës shqiptare. Unë kam lidhje me shumë vende të botës dhe i ndjek politikën qoftë vendore, qoftë politika të qendrore, por po ju them, modeli i misionarit paqes, i njeriu që sakrifikon, i njeriu me ADN që përpiqet për komunitetin, që po kemi tek Albert Mëlyshi. Dhe familjar, komunitar, të dashur, dhe të gjithë figurat të shkëlqyera. Për unë me respekt para ju të gjithëve, për unë me respekt para Mirditës. Faleminderit. Edhe faleminderit që na solli sot një ditë elite në Mirditë që ka shumë nevojë
mirë dita që të fatkesh praktisën dhe kur praktisën nga mendja është praktisja më e madhe. Praktisja mund që nuk e rikëpëron më aten. Kështu që të kemi njerëz të tillë, të kemi produkte të tilla të radhë, vazhdojmë të themi që Mirdita vazhdon të akoma intelektualisht. Faleminderit për ditën e bukur që ndryshit që na solli Zot. Me Gjokën kemi shumë bashkëpunime, si në fushën e artit, krimtarisë, të skenografisë, më kam bërë recitalin e parë kur kam bërë, dhe Gjoka në kam pas prezentues dhe më kam bërë dhe skenografi. Por Gjoka ka shumë raste që në shumë tekstet këngësh unë kam bërë ndërhyrje Gjoka sepse atë penin e Gjokës nuk kam dashur gjithmonë. Unë kujtoj një rast që me Gjokën ishim të ikë për një festival të Kosovë dhe na u dute një këngë se s'bën për Kosovë. Dhe i kam thënë Gjokë, lutem na bëni tekst sepse na duhet atje. Ishim edhe do të pjetrin me veti. Arritën Gjok Pepa e bën një tekstin e këngës, nuk e di jam kujtohet një strofë, ku i ka globi ma të bukra malet, ku jetojnë me shtroj zavallet, ku ashtë toka ma shtatë zonë, ku folen me shqipet kanë, ku me arë për shove të buri, i ku që flakë, ku që të bëshkuri, ku me vdekje motë të jeta. Rronë Kosova në drejt veta. Pra që kemi shku dhe kemi marrë shpim parë në e kërbi bura. Jo kënodhë zemra. Pra Gjok të uroj, 65 vjetorin e pen të orë gjithmonë si që ke, dhe jetë gjatë me familje e si s'dojë zemra. Bravo, Gjok Pepa. Bravo, Gjok Pepa. É ui.